Një pjesë e mire malësorëve që kanë shkuar në Amerikë në kohën kur edhe Pashku me siguri e gjejnë veten në këtë libër. Jo të gjithë kanë pas rrugën e suksesit të njëjtë, natyrisht se njerëzit dallojnë kudo që jetojnë, dikush bën sukses në një lëmi, dikush në diçka tjetër, por ajo që është e përbashkët është të gjithë rrjedhin nga familje të varfra, nga këto vise të malësisë, prej ku njerëzit kanë ikur nga hallet, në rënd parë hallet ekonomike, por gjithsesi edhe ato të shkaktuara nga politika, por të them drejtën shpesh herë edhe për shkak të halleve politike. Pra në këtë drejtim shqiptarët madje jo vetëm të malësisë, por nga vise tjera mund të gjejnë veten në atë udhkryq dhe në dilemën e madhe të rrinë apo të shkojnë. Njerëzit dinë dhe e njohin vetëm rrugën në për të cilën kanë rënë dhe nuk dinë se çfarë do t'i priste në një rrugë tjetër. Pashkoja vaj pra kishte mundësi si edhe në tjerë të rrite këtu apo të shkonte. I ri me atë edukat të marrur e cila nuk e ka përgatit për një jetë ku peshkaqenet janë në jetën e përditshme, ku i takojnë pra ditë e përdit, por për të jetuar kështu sikur se kemi tonë malësinë, kohën siç na ka jetuar baba, i gjyshi, mirë po, ai u ballafaqoi shumë mirë me ato sfida që ja qiti përpara jeta e re, jeta në Amerikë.